mundësi shumë shpejt që të prishet, regjia ajo që patëm në fillim, kjo duhet jetë. Është gati, është drejt kolapsit. Këtë thot Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara. Arabia Saudite nuk ishte pjesë e këtij plani. Dhe për këtë arsye dhe ndonjëherë nuk është një plan i cili, pra nuk është një plan paqe, kemi thënë disa herë, dhe nuk është një plan afatgjatë dhe një plan i qëndrueshëm. Po. Nuk është një plan i qëndrueshëm sepse nuk janë marrë parasysh kërkesat kryesore të palëve ndërluftuese. Pra ky është gjithë problemi. Pra nuk është diskutuar rrënja e problemit. Po. Është marrë me pasojën, por askush nuk ka diskutuar rrënjën. Dhe Arabia Saudite qëndroi jashtë, bilas Arabia Saudite nuk mori pjesë as në Egjipt nuk ishte. Pra nuk ishte prezent. Jo, nuk ishte prezent. Katari, po. Po, nuk ishte prezent, qëndroi fare jashtë. Prandaj ata e shohin dhe realisht është një marrëveshje e cila nuk do mund të realizohet. Arsyeja që japin dritanë është për faktin që Hamas nuk po çarmatoset. Nuk është vetëm Hamasi, shikoj do të kemi parasysh, ne themi Hamasi, por jo, çfarë kemi këtu, pastaj është tjetër gjë. Edhe të tjerë, themi ne aktualisht përfshim vetëm Hamasin, por do të kemi parasysh që janë 4 grupe të armatosura që kanë luftuar gjatë gjithë të 2 viteve në Gaza. Është Xhihadi Islamik, është Fronti Popullor për Shërimin e Palestinës, është Hamasi, është edhe një organizatë tjetër. Të cilat kanë luftuar dhe ato organizata të treja ato kanë dalë me deklarata secila sipas që kanë thënë që ne nuk i dorëzojmë armat. Pra, Hamasi mund t'i dorëzojë, por edhe në rast se i dorëzon Hamasi armat nuk ka një ndryshim. Këta pjesëtar të Hamasit, të cilët Hamasi mund të bëjë të lojë. Pra, problemi është i tillë. Hamasi thotë, "Ok, unë do i dorëzoj armat." Po. Dhe aktualisht askush nuk e ka idenë se sa është numri i luftarëve të Hamasit. Hamasi mund të deklarojë që mua gjatë kësaj lufte nga 30.000 që kanë pasur më janë vrarë 20, kanë mbetur 10. Dhe i dorëzon 10.000 kallash. 20.000 të tjerë u bashkangjiten këtyre organizatave të tjera të cilat nuk pranojnë dhe nuk ka qenë pjesë e marrëveshjes. Pra, këtu nuk kemi asnjë zgjidhje. Pra, zgjidhja këtu është politike nesër dhe gjitha pse është fasad dhe Arabia Saudite në atë po thotë, nuk ka rrezik të funksionojë kjo për arsye se ti e bëre këtë. Në këtë moment që e bëre këtë, kjo mund të përdoret vetëm si fitore politike që ta përdori Netanyahu brenda në Izrael, thotë, unë e arrita qëllimit Hamasin e çarmatosa dhe Hamasin e zhbëra. Po në realitet ti ata që luftuan aty, që ishin rreth Hamasit, ju bashkangjiten këtyre organizatave të tjera të cilat do të vazhdojnë të luftojnë. Pra nuk ka rëndësi emri. Po e qartë. Rrënja e problemit mbetet dhe do të vazhdojë lufta. Prandaj këtë po përmend edhe këtë thotë edhe Arabia Saudite, pra ata po merren me rrënjën dhe kanë kuptuar këtë problem. Pra nuk ka ndryshim se ti heq një emër. Aksi sunit thotë Israel Hayumi. Po pikërisht. Po, ai të bën përshtypje thash, prandaj solla edhe Hakan Fidani, kjo është prandaj nuk ka mundësi që kjo të eci. Ndërkohë, dritan, nëse kalojmë pak jemi sërish tek lindja e mesme, po jemi në takimin midis Ahmet Sharës edhe Putin. Pra, Ahmet Shara ka bërë një vizitë zyrtare në Moskë, është shpritur aty nga vetë presidenti rus. Si e vlerëson këtë takim nga pikpamja gjeopolitike, çfarë do të prodhojë? Mos harrojmë domethënë se çfarë ka ndodhur më parë midis Ahmet Sharës edhe Rusisë. Shikoj, midis Ahmet Sharës dhe Rusisë nuk ka ndodhur ndonjë gjë e veçantë. Pra ka ndodhur Rusia ka pasur aleancë me Sirin. Nuk ka pasur aleancë me individ, se ky është edhe problemi që neve shpeshherë i reduktojmë marrëdhëniet diplomatike dhe marrëdhëniet politike të shteteve në marrëdhënie individësh. Po. Rusia ka 80 vjet që ka marrëdhënie me Sirin dhe prej vitit 1993 ata kanë edhe një komision, kanë ngritur një komision të përbashkët bashkëpunimi, pra është një komision i përbashkët bashkëpunimit, komision të cilit ka pushuar së funksionuari para 2 viteve dhe në këtë bisedën që këta patën së bashku, Ahmet Shara ishte ai i cili propozoi që ta riaktivizojmë sërish komisionin e vitit 1993. Pra është një komision që ka të bëjë mbulon gjitha çështjet ushtarake, diplomatike, politike, ekonomike midis 2 vendeve. Me ekspertë të caktuar të vendeve të cilët merren me këtë punë. Dhe normalisht që kjo është një lëvizje strategjike e Sirisë, përveç diplomatike, po është në nivelin strategjik. Në nivelin strategjik për arsye se Sirisi duhen partner të fuqishëm që ta ndihmojë në ringritjen e kapaciteteve të saj ekonomike dhe ushtarake në Siri, por që të mos rrezikojë të ketë probleme me aleatë të tjerë, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës ose Bashkimi Evropian, po kryesisht me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Sirin. Në rast se ata do të lidheshin vetëm me Turqinë
Kjo do të krijonte probleme midis Izraelit dhe do të shkaktonte probleme të tjera dhe nuk ka kapacitete sot Siria të bëjë luftë me Izraelin dhe Izraeli do mund të merrte gjysmën e Sirisë. Pra ta ripushtonte të gjitha, pushtonte të gjitha. Për të eliminuar këtë pushtim dhe për të eliminuar këtë përballje ata kanë parë që zgjidhja më e mirë është rusët. Pse? Sepse në rast se hyn rusët, aty me hyrjen e rusëve, izraelitët janë të kënaqur sepse kur hyn rusët dhe do marrin në dorë ringritjen biles një nga bisedat ishte i kërkuan ringritjen e ushtrisë siriane. Po. Çudi është që me njëherë pas telefonatës Netanyahu dhe ne kemi diskutuar këtë disa herë, përpara që kemi thënë që Siria ka më shumë leverdi që ketë Rusin aty se sa... Edhe Izraeli... Absolutisht, edhe Izraeli. Dhe marrja në dorë e forcave të armatosura të Sirisë, pra ringritja e tyre nga e para, nga ana e Rusisë, lë më njanë Turqinë. Dhe në këtë moment bllokon interesat gjeopolitike dhe shoviniste dhe hegemoniste të Izraelit karshi Sirisë. E dyta, këtu kemi edhe një problem tjetër. Pra, nëse hyn Rusia... Absolutisht, sepse këta çka kanë kërkuar në deklaratën e Lavrovit të bërë para mbrëm, thoshte që bazat ushtarake që janë në Siri, pra 2 bazat ushtarake në Tartus dhe Hmeim, do të qëndrojnë, dhe jo vetëm që do të qëndrojnë, por ato do të zgjerojnë edhe aktivitetin e tyre. Dhe në zgjerimin e aktivitetit e tyre kemi deklaratën zyrtare të Ahmed Asharës pas largimit nga Rusia që thotë që i kërkuam Rusisë që forcat ruse të mos mbeten vetëm brenda territorit të bazave të tyre, por të marrin nën kontroll edhe gjithë territorin e Suedas, pra territori që është banuar me druz, po. Dhe ta marri policia ushtarake ruse monitorimin dhe kontrollin e këtij territori, dhe kjo do të bënte tërheqjen e forcave izraelite dhe nuk do të hynin me izraelitët. Pra e kuptoni pra mënyra strategjike që ta kanë menduar, dhe kjo është në kushtet që Siria është e nevojshme. Po ta bëjnë amerikanët, nuk i menaxhon dot Ahmed Shara të gjitha grupet e ekstremiste që ka brenda ushtrisë vet, dhe mund të ketë nga ata që quhen ujë të vetmuar ose grupet vetmuara që mund të vrasin 1-2 ushtarë amerikanë dhe sërish t'i krijojnë probleme pushtetit të tij edhe Sirisë. Dhe për këtë arsye ka zgjedhur rusët. Dhe jo vetëm kjo, por një diçka tjetër që ishte interesante ishte se Ahmed Shara tha i kërkuam Rusisë që të marrë përsipër edhe sektorin e energjisë dhe të naftës në Siri dhe të gjitha ato pikat nga nxirret naftë që janë pika që aktualisht janë në kontrollin e ushtrisë amerikane. Të kalojnë në menaxhimin e rusëve. Po. Dhe kjo i leverdis edhe amerikanëve, edhe sirianëve. Por i lë turqit jashtë. Si leverdis turqëve, këtë po them. Pra po turqit nuk kanë më kapacitet, nuk kanë më zë në këtë mes, sepse kapacitete ekonomike që të përballen me këtë gjë nuk kanë. Nuk kanë fuqi që ta përballojnë gjithë ringritjen e Sirisë. Ata do të përfitojnë nga një marrëveshje tregtare që kanë me Sirinë dhe nga tregtia e lirë që bëjnë me Sirinë, kjo tregtia normale që i ka dhënë një frymarrje edhe Turqisë, ka ulëshmet, por problemi i kësaj është që amerikanët kanë më shumë interes të futen rusët sesa të futen turqit. Pse? Sepse për kundërshtimin e turqëve nuk janë vetëm sirianët. Është ai bloku sunit që përmende Aksi sunit. Aksi sunit. Ai aksi sunit kryesohet nga Arabia Saudite dhe sauditët dhe Emiratet e Bashkuara, të cilët kryesojnë aksin sunit, nuk kanë interes që të hyjë Turqia në Siri, sepse hyrja e Turqisë në Siri do të thënë që aksi sunit të kalojë në duart e Turqisë. Ndërkohë që leadershipin e kësaj ka Arabia Saudite, prandaj me futjen e rusëve këtu mbetet aksi sunit, leadershipi i aksit sunit mbetet i pacënuar. Prandaj futja e rusëve është interes i Arabisë Saudite. Arabia Saudite ndikon me para te Trumpi, pra e blen këtë lobim te Trumpi dhe Trumpit intereson që të futen rusët aty duke liruar forcat amerikane të cilat janë duke ruajtur këto pika dhe të rriqen pavarësisht tashmë kanë çuar disa forca ekstra, forcat amerikane para 2 ditësh, kanë çuar në Hasake disa forca, në Homs disa forca, por ka qenë forca, besoj që janë forca për të ndryshuar forcat e tjera që ndodhen atje, pra sepse bën ndrime të forcave her pas here. Çelësat e Sirisë po i shkogan Rusisë tani dritan se para disa kohësh Trump tha ja dhash këtij burri që e quajti Erdogan. Po, unë mendoj që të gjitha palët aty me përjashtim të turqëve janë të interesuar që Rusia ti mbajë këto çelësat e Sirisë, për arsye se mund të është vetëm e cila mund të mbajë aktualisht stabilitetin, sepse është në aspektin larg palëve jo në konflikt. Pra edhe ajo konflikti që thatë me Ahmed Asharën nuk ka pasur konflikt me Ahmed Asharën. Personalisht, pra ka qenë në mbrojtje, ka qenë në një marrëveshje me qeverinë e atëhershme siriane dhe luftonte grupet. Edhe sot është marrëveshje e njëjtë në rast se nesër do dalin sërish grupe për të luftuar. Mbështetja ekonomike dhe ushtarake që ku morën vesh për t'i dhënë Sirisë do të thotë që nesër në rast se do dalin këto një pjesë e grupeve radikale do ta kundërshtojnë Ahmed Asharën, Siria do
Dhe Ahmet Ashara do t'i luftojë ata së bashku me Rusinë prap. Pra Rusia është duke bërë thjesht diplomaci, pragmatiste. Prandaj tash ata e shohin në marrëdhënie me shtetin, nuk e shohin në marrëdhënie me individin. Dhe është interesant sepse nuk e shohin. Pra ju do shihni që Ahmet Ashara ishte në Moskë, po në Moskë është dhe Bashar al-Assadi. Pra i ka thënë dhe Ahmet Ashara fati Bashar al-Assadit. Dhe ministri i jashtëmi i Sirisë deklaroi sa ishte në Moskë që do të na duhet të ulemi edhe me ata që qeverisën dikur, që të ulim tensionet në Siri. Sepse kanë kuptuar që ti do të nuk mos u çudisin ndonjë ditë kur të shihni ndonjë takim sërish midis Ahmet Asharës dhe Bashar al-Assadit për të ulur tensionet në Siri. Putinin e shikojmë Siri, Dritan e shikojmë në Afganistan, po në raport me Iranin, nëse kjo marrëveshje le të themi implementohet, çfarë ndodh me midis Iranit edhe Sirisë? Nuk ndodh asgjë midis Iranit dhe Sirisë, nuk ndodh. Irani dhe Siria nuk kanë tashmë nuk janë atë frekuencë ku ishin bashkë me Bashar al-Assadin, kanë ndryshuar frekuenca, nuk është se janë edhe armiq, për këtë arsye sirianët, pra pavarësisht shtyrjes që po i bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli Sirisë së sotme, Ahmet Ashara po zgjedh që të mos i kundërshtojë ata publikisht, por në terren të mos marrë hapa kundër Iranit jashtë territorit të Sirisë. Pra brenda territorit të Sirisë, në atë që ai ka mundësi ta kontrollojë, ai ka penguar vëmendarinë e forcave siriane, e forcave iraniane dhe të Iranit në këtë territor. Jashtë kësaj ai nuk pranon të angazhohet dhe nuk angazhohet dhe futja e Rusisë në këtë aspekt, në ndihmën e kontrollit të territorit, menaxhimit të energjisë dhe gjithçka tjetër e lë jashtë iranianët. Edhe iranianët dhe turqit. Absolutisht. Dhe kjo, le të themi, normalizon edhe atë kufirin midis Izraelit, aty zonën e Suedës ku janë drusët. Siria tashmë nuk ka kapacitetet të bëjë luftë, një luftë që t'i përballet një Izraeli, sidomos tash pas kësaj tërheqjes forcave Izraeli mund të angazhojë të gjitha kapacitetet vetë ushtarake në Siri dhe ta plugojë Sirinë, se i ka kapacitetet ta shkatërrojë si punë gazës, sepse s'ka as kapacitete mbrojtje. Për këtë arsye sirianët sot janë zgjedhur të luajnë në mënyrë taktike dhe të zgjuar me anë të Rusisë. Pra, futja e Rusisë do të riqet Izraeli nga ai mali Hermon që kemi diskutuar? Jo, Izraeli nuk do të riqet nga mali Hermon, Izraeli do vazhdojë të qëndrojë nga mali Hermon, edhe në lartësitë Golan, për arsye se këto Trumpi ja ka njoftur Izraelit, ata nuk do të riqen, por ama nuk do të zbresin poshtë asaj, domethënë gjithë territoret e tjera që kontrollohen në rast se rusët do të pranojnë, për arsye rusët akoma s'kan kthyer përgjigje, pra do ta pranojnë ofertën për menaxhim të territorit. Në rast se ata pranojnë ofertën, që mendoj se do ta pranojnë këtë ofertë, duke u nisur nga deklarata e Lavrovit që thotë që bazat ushtarake nuk do të jenë vetëm baza, pra do të shtojnë edhe aktivitete të tjera, mendoj që nuk do të shohim trupa izraelite në territorin sirian të banuar nga druzët, por do të mbetet në kontrollin e rusëve, cilët do garantojnë që palët mos kenë përplasje ose dalje në rrugë. Pra do të mbajmë një lloj paqe në Siri. Sirianëve aktualisht u intereson një lloj paqe që të ringrihen dhe të marrin veten. Dhe besoj që kjo është zgjidhja më e mirë që ka bërë, pra. Po shkojmë drejt një stabiliteti, po thuan, nëse stabilizohet Siria në rasti konkret me këtë formë. Nëse stabilizohet Siria dhe në rast se marrëveshja me SDF-in, pra marrëveshja me kurdët e Sirisë, qëndron, kanë bërë një marrëveshje që kurdët e Sirisë tashmë ne njohin ushtrinë siriane, të gjitha forcat e tyre do të jenë pjesë e ushtrisë siriane, por nuk do të shpërbëhen, do të mbesin në ato organizime që janë, ato njësi që janë, dhe ato njësi nuk do të kenë më SDF, po do të quhen si ushtria siriane. Dhe territoret e kontrolluara prej tyre do të vazhdojnë kontrollohen prej tyre, nuk do të ketë forca të tjera shtesë, por do të mbeten nën kontrollin e ushtrisë siriane. Ama problemi është i tillë që nën kontrollin e këtyre ndodhen të gjitha këto bazat e naftës dhe të gazit, ku aktualisht mbahen nga amerikanët, dhe futja e rusëve në to i jep një kontroll më të madh Sirisë, kësaj Sirisë së re në këtë territorin e kurdëve. Po, e qartë. Sepse rusët nuk janë aleat me kurdët. Aleat me kurdët janë amerikanët dhe amerikanët, turqit janë kundërshtar. Dhe futja e rusëve në këtë pikë, çfarë bën? I kënaq edhe turqit, prandaj them Ahmet Ashara është duke lozur që t'i kënaqë të gjitha palët dhe të qetësojë Sirinë. Amerikanët nuk kanë më rrezik të trupave të tyre dhe ja dorëzojnë këto pikat e naftës së rusëve, të cilët do të vazhdojnë të përpunojnë dhe të ndajnë fitimin me amerikanët edhe me Sirinë. Po, fitimi do ndahet, kjo as që bëhet llaf për çështjet e fitimit. Dhe futja e rusëve në aspektet territoret kurde i jep një frymarrje Turqisë, sepse e di që
rusët nuk kanë aleancë me kurdët, e kishin amerikanët me kurdët. Po, Turqia është pra, të gjithë dalin nga pak të kënaqur, të gjithë dalin nga pak të përfituar, edhe Siria qetësohet. Dritan, një pyetje të fundit dhe kjo është për ta mbyllur çështjen e lindjes mesme. Izraeli po vazhdon bombardimet në Liban. Çka është pjesë sepse vazhdon ta bëjë këtë prej disa javësh në fakt. Nuk është se është ndalur. Pra vazhdon që të mbetet Hezbollahu problem. Bombardimet e fundit nuk kanë bërë me Hezbollah, bombardimet e fundit janë bërë mbi objektiva civil dhe kryesisht edhe mbi objektiva të ushtrisë libaneze, për arsye se para 4 ditësh Izraeli nëpërmjet ndërmjetësve të huaj ka kërkuar një takim direkt të presidentit libanez me kryeministrin Netanyahu, takim i cili është refuzuar nga presidenca libaneze, edhe në këtë mënyrë izraelitët po vazhdojnë presionin dhe që të ketë një takim dhe me shpresën që në këto presione të vazhdueshme, në këto goditje të vazhdueshme të ketë një kundërpërgjigje qoftë nga ushtria libaneze, qoftë nga Hezbollahu dhe ata ta përdorin si justifikim për të rryer sërish me forca, pavarësisht se e kanë thyer mbi 4600 herë. Po, që kemi diskutuar. Dritan, kalojmë pak se pas le të themi këtij armëpushimit arritur midis Hamasit dhe Izraelit, sikur janë intensifikuar përpjekjet për të pasur, të paktën administrata Trump, për të pasur një, le të themi, një armëpushim edhe midis Ukrainës edhe Rusisë. Ka pasur një telefonat të Trump me Putin, ishte e pa planifikuar, duhet thonë që kanë qenë të paktën me shletëzuam. Ka qenë Putin që e ka marrë në telefon Donald Trump dhe kanë dalë në konkluzionin që do bëhet një takim, le të themi, në nivel ekspertësh, pastaj bëhet fjalë brenda 2 javëve, mbase mos gabohem, do kemi një takim në Budapest midis Putin edhe Trump. Si e vlerëson këtë zhvillim në një kohë që Zelenski ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Trump në një farë mënyrë i ka kthyer dhe përgjigje për sa i përket Tomahawkëve, sepse ka thënë që do na duan vetë dhe shumica e komentatorëve e konsideruan si tradhtik të Trumpit. Shikoni, kjo nuk ka të bëjë shumë me pavarësisht se do të po bëhet sebepi Ukraina, po nuk besoj që ka të bëjë shumë me Ukrainën. Që atë elaborimit pak më parë më thash edhe folëm, ka të bëjë edhe me të, sepse kjo bisedë telefonike midis Trumpit dhe Putinit erdhi mbas takimit të Trumpit me Al-Sharan, të Putinit me Al-Sharan dhe mbas gjithë këtyre diskutimave dhe kërkesave që ta të marrin, pra aktualisht si thash, rezervat ekonomike të naftës që ndodhen në Siri ndodhen në kontrollin e amerikanëve dhe Al-Shara i kërkon Putinit që t'i marrë këy në kontroll. Pra, nuk ka mundur ta bëj këtë pa lejen e amerikanëve, se ata i kanë në kontroll, pra ai thotë unë siki që këtej, pra nuk e vendos ti. E qartë. E gjitha kjo. Dhe në këtë gjatë kësaj bisede, Trumpi deklaroi pasaj që folëm edhe për zhvillime të mëdutjeshme ekonomike, që do të jenë shumë të favorshme për të dyja palët në rast se lufta ndalen, pra përfshin të gjithë tregtinë. Dhe kryesorja në këtë takimi ka të bëjë jo me çështjet e Ukrainës, por ka të bëjë me çështjet të futjes të një lufte të padëshiruar midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë, të një lufte që do të vinte për shkak të atyre quhet false flag operation. Për arsye se tashmë disa vende evropiane të nxitura nga Ukraina dhe së bashku me Ukrainën, kryesorja është Anglia në këtë mes, edhe Franca, me gjithë retorikën idiote të von der Leyen edhe të ministres të jashtme Kaja Kallas, të cilët po nxisin një përplasje me Rusinë dhe palët